Ky blushi është kaq i bukur sa nuk dua ta përdor. Sot do bëj make-upin me të gjitha produktet e reja që kam marr. Nisim me fondatinën e Shiseidos. Kam numrin 130. Është një nga fondatinat më të mira që kam provuar ndonjëherë. Ka dhe SPF 30, prandaj kam nisur ta vendosur çdo ditë. Ta përhap me një nga këto sfungjerat nga Momo's Workshop. Këtu janë sfungjerat për fondatinën. Këto për shembull mund t'i përdorësh pa i lagur. Një sfungjer normal zakonisht duhet ta lagësh para se ta aplikosh fondatinën, kurse me këtë nuk ke nevojë. Fondatina ka shumë shkëlqim. Vazhdojmë me blushin. Nuk e di nëse e keni përdorur ndonjëherë ky blush i ri që mora nga Summer Fridays, nuk më pëlqeu shumë. Këto ta shpërndaj me këtë sfungjerin. Kam provuar më të mirë, nuk e di pse lavdronin kaq shumë këtë, ose ndoshta edhe ngjyra nuk më pëlqeu shumë. Si thash, nuk është keq, por kam provuar edhe produkte më të mira. Nuk është diçka që do e riblej. Para se ta shpërndaj concealerin, do përdor këto produkte që janë nga Flower Nose. Nisim me lapsin e vetullave. Ky lapsi ishte shumë kërmoz. Për eyebrow gel mora këtë nga Anastasia. Kjo ngjason shumë atë të benefitit. Është shumë produkt i mirë, thjesht do doja të nxjerr pak më pak produkt, por gjithsesi herën tjetër do provoj atë të Rare Beauty, se ato lavdronin shumë. Për të bërë blend concealerin, kam të sfungjerat këtu. E shpërndajnë shumë mirë pjesën e concealerit. Forma është perfekte për pjesën poshtë syrit. Nuk kam marrë një setting powder të ri, ama kam marrë një press powder nga Hourglass. Më pëlqen shumë që është e vogël se mund ta marr me vete kudo. Dallohet ku e kam vendosur, është shumë blurring si powder. Shton dhe pak mbulim vet, prandaj më pëlqen shumë. Mua po më mbaron ky powder bronzeri i Narsit dhe doja të merrja një tjetër. Shkova për të marrë të Hourglass, por më duk pak shumë me shkëlqim. Më shumë se ç'duhej, prandaj nuk e mora. Ndoshta marr bronzerin e YSL, sa atë lavdronin shumë. Por kur isha aty nuk po vendosja dot, prandaj nuk kam marrë një powder bronzer. Prandaj kalojmë te powder blush. Ky blushi është kaq i bukur sa nuk dua ta përdor. Ka detaje shumë cute. Bashkë me stekin merri dhe kjo fuça që është për të vendosur blushin. Highlighterin e Rare Beauty, kjo është hera 2 që e marr. Herën e parë mora pak më të errët se ç'duhet. Sa radhe mora shade-in më të hapur. Kjo duket shumë bukur dhe live, në video dhe në foto. Vazhdojmë te syt, kam marrë këtë Giorgio Armani Eye Tint. Nëse doni një smoky eye, bëni një smoky eye kaq të thjesht me të. Për rimel po vendos rimelin e Lancome. Ndoshta më janë shkurtuar pak çerpikët mua, pse thjesht do të marr një eyelash curler të ri, sepse mbaj mend që kjo më tregonte pak më të gjata herën e fundit që kam pas bler. Për këtë lip linerin ku nuk kam kërkuar, sepse ishte shitur kudo. Është në shade-in Endless Cacao. Vetëm këtë kam vendosur që kur e kam bler. Dhe për buzët kam bler këtë buskuqin e Dior. Që po e vë këtë do të ndryshoj pra bluzën sepse nuk shkon me make-upin. Ai që më mungon këtij make-upi Ziza në mes. Bra dhe një liquid eyeliner me këtë të Maybelline. Kjo nuk më pëlqeu shumë, i preferuari im është ai Pierre Ernest, por sa për sot bën të punë.